Por vizioni im është nuk i duhet më shumë se 8 Lipjanit. Ti a ki asamblesë që është ndërtues kandidat? Jo, nuk kemi asamblesë fatkeqësisht se krejt ndërtues i ka në kontroll kryetari. Nëse ti e kryetar, ku ke me lanë me ndërtu dhe sokat? Realisht ne kemi planin detaj. Fillimisht duhet plani zhvillimor komunal mu aprovu, pastaj janë më një herë në vitin tjetër. E vizioni jot politik për çat plan zhvillimor, a do me lanë më shumë se 10 kat për shembull më ndërtu? A do me lanë? Plani zhvillimor komunal ka gjithë disa dokumente dhe gjithsesi është plan në të gjitha fushat apo në gjitha sektorët e komunës, pastaj është plani regulativ apo hartat zonale i cile çdo 4 vite shqyrtohen dhe vitin tjetër shqyrtohen hartat zonale. A kenaj donator që është ndërtues, donator të fushatës tënde? Po fushatën zakonisht shkojnë përmes qendrës, donacionet shkojnë përmes qendrës dhe ata identifikojnë. Tjetër kush? Ata identifikojnë përmes qendrës se kush do të jenë donatorë. A ki naj kandidat për asamblet, PDK-s që është ndërtues? Po, ka. Ka. Ke ndërtues. Mirë, faleminderit. Imre Ahmeti, plani urban i ju i për 4 vite të ardhshme. Po, ta sqaroj një çështje jetë edhe me dashur komunat në këtë rast Lipjani hartën zonale nuk mund ta aprovoj pa aprovim paraprak nga Ministria e Planifikimit Hapësinor. Tani me rregullativën e religjore në nivel qendror, planet regulative siç po e referohemi ose dokumentet regulative quhen harta zonale, mbi bazën e cilat parashikohet zhvillimi urban i komunës në këtë rast edhe qytetit. Në Lipjan është aprovuar në vitin 2021 deri në 2029 në harta zonale, tani në fazën që mund të ndryshohet dhe plotësohet kjo hartë zonale, në të cilën hartë zonale Lipjani përfshin 914 hektar si kufi të zonës urbane banimore të qytetit dhe vetëm qyteti ka 412.26 hektar. Pjesa urbane destinuar për afarizëm qytet Lipjanit është ndërlidh me pjesën e hartës zonale dhe përfshin hapësirën e përgjithshme prej 1037.81 për banim në Lipjan. Qyteti është i ndarë në 9 zona urbane, për secilën zonë është përcaktuar destinimi dhe kushtet e ndërtimit. Në hartën zonale të Lipjanit janë gjithsejt 3317 objekte, prej tyre 167 janë objekte shumë banesore, me më shumë se 2 njësi banimi. Sipërfaqja e këtyre objekteve është 53.51 hektar, që është 5.69 e sipërfaqes totale të qytetit Lipjanit. Natyrisht, ne do të vazhdojmë pas aprovimit të planit zhvillimor komunal, për cilën lejo të them që refuzohet nga Ministria, kam këtë dokumentacionin, me kusht që në Lipjan të prashofin një deponi për mbeturinat e regionit në kuadrën e Kërçeves, cilën ne kemi refuzu, dhe zyrtarisht në është kthy përgjigja nga Ministria që pa e fut në planin zhvillimor deponinë e mbeturinat në Kërçev nuk do të aprovohet plani zhvillimor i Lipjanit dhe kjo ka qenë një pengesë që ne zhvillojmë të vënohemi me planet tjera regulative. Po du me ditë sa kat keme leju me ndërtu, si që to plane zhvillimore, mujnë mundru prej me kryetarit arshëm, kallëzëm vizioni jotë, sa kat maksimum? Shiko, kjo natyrisht i donë studim fizibiliteti, donë ekspertizë, por vizioni im është nuk i duhet më shumë se 8 kat Lipjanit. Më shumë se 8 kat. Kallëzëm, a ke naj finansus të fushatës që ndërtus? Zakonisht i kemi gjithë publike na TLDK-s, gjithmonë i kena pas, unë nuk kam finansus që vjen nga sfera ndërtimit. Edhe në asamblea ke kandidat që janë për asamblea që janë ndërtus? Është një djalë i një ndërtimtarit. I ndërtimtarit. Mirë, hajde Ilir Qiriqi, plani ju i urban, 4 vitet e ardhshme. Faleminderit Jeta, fillimisht ato që thet kryetari për hartën që Ministria se ka aprovu nuk është të vërtet. Ky e ka një letër që i ka mbetë në dorë që sa vite, po në ta tregon sa herë ka qenë në Ministri me bë kërkesë për këtë punë, në ne. E dyta e lidh me një deponi të Bërllogut. A ne kemi këtu statistikat, Lipjani është komuna numër ne që prin me 86 deponi Bërllogu. Ky po don me pështu Lipjanin pinde deponie, pia shkakton 86 deponi, edhe po thirret, po do me gju fajin ministrisë. Ky e ka një sen të mirë. Ky kur i bjen mirë, ky ka për mandat 4 vjeçar të ministrisë. Kur i bie keq, kur i bie mirë, kthehet mrapa po për 12 vjet i kom pas. Kështu që nuk është e vërtet, çka kemi bëna. Na nuk kemi leju. Sa kat kemi leju maksimum? 8 kat, maksimumi në qarkorin e parë. Mirë, po për pjesë tjera duhet bëhet vizibiliteti, duhet bëhen aspekti gjeologjik i tokës edhe për nga ekspertët. Çka kemi bëna? Ne nuk kemi leju më ndërthime për interesa klanore dhe fisnore që i bën kryetari. E din që kjo e ban 8 kat, mas anë i thët dikush që një kat për mbi, ju i keni pas edhe videot ato ingjëzimet që i keni.
dihet ka shkojnë lejet të ndërtimit Lipjan, shkojnë ose ka kjo ose nga Ibiri, kjo është më e keqja që ndodh atje, mirë po ne, çka do të bëjmë në këtë kohë? Planifikimin urban, vizionin tonë Kur kemi... po thu ka ky ose ka Iliri, më falë se ti ki jam në Ilir, ka cili Ilir po menan, se na se di. Ka Ibiri, djali ti. Okay. Jo se Iliri nuk ka mujt me kanë ato se ky ka rrethin e ngushtë. Sipas vizionit tonë, qyteti ndërtar do të ketë nevojë ndërhyrje në harta zonale dhe plani zhvillimor do të jetë i parapar dy gjëra këto. Futja në kontroll e hovit madh të ndërtimit, objekte banesore, pra ndalja e ndërtimit, jo ndërtimit total, po ndalja e ndërtimit dhe kaoseve që po ndodhen në Lipjan, trajtimi i pjesës Matan Hëkurudhës, në hartën zonale aprovuar është leju ndërtimi Matan Hëkurudhës, në anën tjetër të Hëkurudhës, do të vëhet nën kontroll ky ndërtim. Ne jemi të vetëdijshëm se rrethimi i shtetit duhet të jetë në drejtim të lumbit Sitnica, mirë po do të sigurohemi shtetit... Koha, veç po du me ditë edhe BTA ki asamblesë që është ndërtues, kandidatur? Jo, nuk kemi asamblesë fatkeqësisht se krejt ndërtues i ka në kontroll kryetari. S'monesh me pas. Financues të fushatës tënde? Kemi mjetet e caktuar që i ka nda partia, janë edhe me numër të caktuar, shuma e caktuar që janë publike që mundesh me pas atë sa kemi për fushatë. Prej atyne, a ka ndonjë që ndërtues që ju ka dhënë? Nuk ka ndërtues.